Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Dhe pikërisht sot këtë episod do ta nis me një mikesh, me një zonjë shumë të nderuar, me një mjeke psikiatre shumë të njohur, zonjën Ariana Areli. Ariana, shumë kënaqësi që Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësia ime. Do doja të flisnim në fakt për disa gjëra të cilat duken si gjëra që shpeshherë na i themi gjysmë të vërteta me miq, si themi komplet, dhe ka të bëjë me atë që është shumë i rëndësishëm, që është shëndeti mendor. Ti je një mjeke që njihesh në qarqe, që je ndër njerëzit që të referojmë të gjithë kur vjen puna për situata të caktuara. Nëse do të bëje një foto çasti, si është situata e shëndetit mendor me aq ekspertizë sa ti ke dhe sheh çdo ditë? Gati 30 vite eksperiencë mund të bëj shumë mirë krahasimin e çfarë shëndeti mendor ka qenë dikur, jo vetëm si tabu, si një mentalitet vështirësisht i prekshëm, aq më tepër i pranueshëm, për të ardhur në ditët e sotme ku ndryshime dhe trauma që shoqëria jo vetëm shqiptare por dhe mbar botërore i ka evidentuar më tepër këto probleme, por duke ulur nga ana tjetër edhe stigmën apo paragjykimin për këto lloj problematikash. Ky është një krahasim në afat kohor shumë të gjatë. Të paktën eksperjenca ime flet për këtë rreth 30 vjeçar, por dhe intensiteti i problematikave është rritur goxha. Ka ndryshuar gjithashtu edhe format e shqetësimeve. Pra dikur ne psikiatrit përballeshim më tepër me probleme madhore, prandaj jo më kot etiketoheshim ndonjëherë si mjekët e të çmendurve etj, ndërsa aktualisht përballemi shumë më tepër me probleme minore të tipit ndryshimeve emocionale, ndryshimeve të humorit, të cilat kanë tejkaluar ankesa për çrregullimet madhore. E qartë, megjithatë, ne kemi filluar të referohemi para pandemisë, pas pandemisë. Pandemia në fakt ishte një goditje e fortë për shëndetin mendor. Patjetër që po, konsiderohet si një nga traumat më të mëdha që ka kaluar vitet e fundit mbar bota, por në një Shqipëri me plot halle të tjera, pandemia konsiderohet një traumë e fuqishme, jo vetëm për momentin dhe specifikat që kishte ajo kohë. Pra nëse ne kujtojmë izolimin, frikrat shumë të mëdha në lidhje me ndotjen, në lidhje me kontaktet sociale me njëri tjetrin, pra ishin çfarë mendja njerëzore u vu në sprova shumë të mëdha, por jo vetëm pasojat akute të traumës, por dhe pasojat që edhe sot ne i shohim. E qartë, të kjo pjesa post-traumatike, sepse atëherë u fol që tani jemi të gjithë përballë se pandemia, jemi të përqendruar për ta kaluar dhe nuk po kuptojmë. Kam idenë që tani jemi në një post-traum edhe shohim çrregullime të ndryshme. Ne shpeshherë me miq apo me njerëz themi që nuk është mirë. Është kjo shpreha, më duket se po kalon depresion për shembull. Tani duhet ndalem pak. Depresion, çfarë është ky depresion? Sepse jam depresion. Isha në depresion. Kjo është vrau se ishte në depresion. Domethënë është fjalë shumë përdorur. Shumë përdorur dhe në fakt çfarë është depresioni? Në fakt, depresioni është një nozologji më vete në shëndet mendor, por neve shpesh herë e ngatrojmë edhe me gjendje që mund të mos jenë ekstreme, por nga shenjat ngjajnë me depresionin, ndërkohë që e ngatrojmë gjithashtu me sëmundje shumë më të rënda, të cilat fjala depresion duket sikur i justifikon si problematika. Kështu që duket sikur fjala depresion është në mes të problematikës dhe minore dhe madhore, sepse është e keq përdorur. Por në fakt, çrregullimi depresiv është një gjendje e një humori shumë të rënd, i cili e kufizon kaq shumë personin, ul iniciativën, motivimin, energjitë, qoftë mendore, qoftë fizike,
në forma më të rënda përfshin edhe mendime dhe ide që kanë lidhje me këtë humor të rënë dhe ndërhyn kaq shumë në mirë funksionimin e individit sa ndonjëherë ai heq dorë nga aktiviteti i përditshëm dhe në komplikacionin më të rënd heq dorë dhe nga jeta. Kështu që fjala depresion e përdorur në të përditshmen kam përshtypjen që i referohet më shumë gjendjeve emocionale me shumë ngarkesë dhe një sjellje që pason këto gjendje emocionale dhe që ne shpeshherë e etiketojmë me fjalën depresion. Çfarë është sëmundje apo është me njeriun? Pra do të thënë, ta diktojnë rrethanat depresionin apo njeriu është i prirur për të qenë depresiv? Të shfaqësh probleme depresive, duhet të jesh i ekspozuar ndaj disa faktorëve. Dhe te këta faktor mund të jenë 1, 2, 3 ose të gjithë me njëherë, pra ti ndjesh nën stresin e këtyre të gjithë faktorëve për të bërë atë bingon dhe për të shfaqur këtë lloj problematike. Sepse flitet për faktor biologjik, pra të mos harrojmë që ndonjëherë genetika nuk na kursen. Pra, paraardhës që mund të ketë, paraardhës mund të jetë, jo gjithmonë gjenetika është faktor përcaktues. Pra duhet të mbivendosen edhe disa nga këto faktorët e tjerë që të precipitojë si problem. Problem tjetër janë sëmundjet që një individ mund të ketë. Pra një person i cili ka një sëmundje kronike që e lodh, domethënë që i kërkon mjekime gjatë gjithë kohës, që e bën të ndihet i pa shpresë, është një arsye tjetër. Janë faktorët psikologjik të tjerat, për shembull, janë faktorët ambiental, janë dhe ato ekonomik. Kështu që secili nga ne potencialisht është i riskuar nga një episod i ndryshimit të humorit, domethënë për ta çuar ndoshta në depresion. Por ama duhet patjetër që të jesh, si për të thënë, personi gabuar në momentin e gabuar. Kështu që sepse shumë shpesh i shohim diferencat ke njëri tjetri dhe aq më tepër përdorim atë shprehjen e gabuar, ore çka ke të mungon asgjë. Pra ne përjashtojmë njërin faktor, por ndërkohë ai njeri mund të ketë presionin e disa faktorëve të tjerë, domethënë ne shikojmë shumë dritare të ngushtë, çfarë jo një mendje profesionisti, po një mendje tjetër më sepse ky njeriu depresiv jep e merr me këto mendje të tjera. Me profesionistin merret, por përditshmërinë e ka dhe mund të jetë prind, mund të jetë në punë, është në familje me motra, me vëllezër, ka një raport. Unë do të ndalem pak vetë ky person ka në dorë të shpëtojë nga kjo gjendje apo duhet detyrimisht të shkojë tek ose më saktë kur është ai momenti që ky njeri ka në dorë veten për të rikuperuar dhe kur është ai momenti kufiri që duhet shkojë se s'bën tek mjeku psikiatër? Shikon, në shumicën e rasteve, një pjesë e këtyre pacientëve vinë dhe ankesën kryesore e kanë për çfarë familjarët pretendojnë nga ai dhe ndërkohë e kanë rrëzuar shumë më tepër, sepse ai fillon dhe gjykon më shumë se që ka gjykuar veten në rastin e një depresioni, duke analizuar pse ato i shohin kompetencat të unë dhe unë nuk i paskam, sepse është një frenim në fakt, është një frenim fiziologjik. Pra, ato neurotransmetuesit ngadalësohen. Jo se do ai person. Ka një presion familja, për shembull, që ti ka pritshmëri shumë më të larta. Është njësoj sikur ati me këmbë të thyer ti thuash, po çka ke ti ngriu dhe hes tani? Po ti nuk e shikon dot thyerjen e madhe që ai ka. Ato thyerjen e brendshme të vetën. Po ju a shpjegon dot familjarëve ky njeri në këtë moment, se mund të jetë dikush i na dëgjon. Prindi i rrit e koka, të gjitha i ke, lekët i kene për të punoj me të. Ndërkohë ai thot më jep gjithë botën dhe mua nuk më bën përshtypje asgjë dhe nuk është Çfarë ke pra i thot ajo apo ai prindi? Çfarë të mungon ty? Çfarë ke ti, ha?
ai personi e para punës nuk e di këtë mekanizmin fiziologjik që ndodh te ai, domethënë. Kështu që e ka të pamundur që t'ja shpjegoj, por shumica i thon, "Ore, më dhëm shpirti." Kjo është një nga prononcimet më të shpeshta që ne kemi dëgjuar për t'i treguar të tjerëve që nëse e ke provuar ndonjëherë dhimbjen e shpirtit, kjo është e vazhdueshme tek unë që po vuaj këtë depresion. Kështu që nuk është në dorën e individit, është ul automati dhe kur nuk vjen rrym, ti nuk mundesh dot, domethënë dhe pse mund ta kesh stimuli nga jashtë të dëshirës mirë të familjarit, apo gjithë akseset e tjera të mundshme që të tjerët mendojnë që mund t'i shfrytëzosh. Është një ngërç fiziologjik brenda. Kështu që ai kufiri pastaj midis kur një person mund të bëjë diçka për veten dhe kur duhet të profesionisti, është shumë i luhatshëm, jo vetëm nga njëri person te tjetri, po dhe nga një gjendje te tjetra. Por ama ne themi që në momentin kur të gjitha këto kriteret që përcaktojnë diagnozën për depresion, që unë i përmenda pak më përpara, pra ky frenimi fillon dhe të pengon në shumicën e ditës për më shumë se 3 javë rresht, atëherë këtu jemi në pikën që nuk mund të pretendosh dot nga vetja që ta tejkalosh këtë gjë, por duhet patjetër ndihma filluar që nga këshilluesi që mund të jetë një punonjës social, nga psikoterapisti dhe nga mjeku pastaj që përmirëson këtë ekuilibër të prishur të neurotransmetuesve. Ka ndonjë ndarje gjinore depresioni, më shumë gratë apo burrat? Në fakt nuk ka, ne vuajmë njësoj, por statistikisht gratë janë ato që mbajnë shifra më të larta të ankesës për depresionin. E para sepse nisur nga mentaliteti, një gjini më e fortë siç janë burrat duhet të ankohen shumë herë më pak, sepse burri mban, por bëjnë komplikacionet më të rënda të problematikës, sepse e lën që të zhvillohet. Gratë nga krau tjetër kanë edhe një strukturë fiziologjike ndryshe. Ne kemi pubertetin me hormone shumë kërcënuese të themi, edhe për sistemin nervor, kemi menopauzën, kemi periudhën pas lindjes, po jemi dhe për çfarë shoqëria na kërkon shumë më tepër multitasking, që duam të zgjidhim, mbajmë shumë ngarkesa dhe gjitha kjo vjen një pikë që edhe kjo bëhet një barre madhe dhe mund të ndikojë në shfaqjen më të shpejtë të kësaj problematike. Kështu që statistikisht janë femrat ato që e vuajnë më tepër. E kuptoj. Fëmijët, se dëgjoj për shembull raste të prindërve që nuk e tregojnë. Është shumë e vështirë të flasësh për fëmijën me depresion, por nga të tretët për shembull gjejmë histori që shiko se djali apo vajza i mjekohet, e ka çuar te psikiatri. Depresion të fëmijët, se deri tani kuptoj njerëzit e do flasim për njerëz që kanë hall ekonomik, social, thyerje, divorce, dashuri të lënduara, familje problematike. Ndërsa fëmia, pse prek fëmijët depresioni? Edhe pse në fakt unë nuk jam e fushës, gjithsesi, domethënë ne mund të nxjerrim sepse jemi të gjithë dëshmitar të kësaj kohe që jetojmë. Me sa duket, fëmijët sot vuajnë shumë mungesën e prindërve. Prindrit të përfshirë në atë vorbullën e sigurimit të mirave materiale dhe të mos i mungoj këtij fëmije asgjë, janë shumë pak të pranishëm, duke mos i dhënë vëmendjen, afeksionin, emocionet, duke mos ndar kohën që një fëmijë do për t'u rritur dhe emocionalisht dhe për t'u forcuar emocionalisht. Nga ana tjetër, duke qenë të vetëm, vetmia është një problem shumë i madh. Dhe aq më tepër kur i shkon lojrave, telefonit, teknologjisë, që i mbyll totalisht botën sociale, duke përqendruar në ca gjëra që
ndonjëherë prindri që mungon, nuk është në gjendje as ti kontrolloj dhe ti selektoj. Dhe as i kupton. Dhe as i kupton. Dhe as nuk i kupton jo, kështu që të gjitha këto ndikojnë në shfaqje të problematikave që nuk kanë kursyer edhe këtë moshën fëminore. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.